Dhe kështë intimiduar dhe ai u detyroi që dha celularin. Pra ai ka pranuar përpara prokurorit, kur është pyetur, që unë ja dhash sepse kisha frikë nga ai për pushtetin që ai ka e kështu me radhë. Dhe kjo ka qenë gjithë narrativa që ai ka pranuar faktin e dhënies së celularit të Erio Meris. Dhe dhënia e celularit është bërë në ambientet në para burgimit. Jo, është bërë në furgonin gjatë transportit që po e çonin në SPAK. Dhe kjo ka qenë e gjithë pra aty. Dhe kur Erio Velia ka telefonuar, ata nuk është të përgjonin policin, përgjonin familjarët e zotit Velia dhe ku kam parë një thirrje hyrëse në numrat e familjarëve të bashortes apo vllajt apo njerëzve. Dhe ata kanë regjistruar ata dhe ka dalë që ky numër ishte numër i drejtorisë, një numër i drejtorisë përgjithshme e burgjeve, sepse numrat e tyre, patjetër gjithë institucionet kanë numrat e tyre. Dhe kështu që ata kanë regjistruar ata dhe doli që Erio Velia kishte folur. Pra, kjo tregon një herë tjetër një naivitet, një budallëk dhe tregon kush e ka drejtuar Bashkinë e Tiranës, Sanduela. Kupton tani çfarë ne velesh flasim? Nuk ndodh që ta arrestohesh dhe ti tani të bësh në këto lojra duke ditur shumë mirë që ti je një person në hetim, një person në përgjim dhe është në të drejtën e prokurorisë të përgjoj, nuk e ai dot të drejtë. Ngjisë eksperiencë kanuneve kesh orientim. Jo, s'është problemi aty, po kjo tregon edhe një herë që ti mendon se ke pushtet, mendon ose je idiot. Jo, ai nuk mendon, ai mbase ka pushtetin, po pra dhe kështu që e ka bërë atë, po mirë, po problemi qëndron që ti sot ke marrë mqafë njerëz të tjerë që punojnë për 500.000 lekë aty.